Mirë se erdhe në kanalin Yjet Flasin. Nëse do që ti dëgjosh çdo ditë mesazhet që Yjet kanë për ty, abonohu tani dhe aktivizo zilen për të mos humbur asnjë parashikim. Lajmi që prisnit vjen papritur. Këto shenja do përjetojnë një kthes të pabesueshme. Ka momente në jetë kur universi zgjedh të na befasojë, dhe ky është një prej tyre. Lajmi që prisnit vjen papritur, si një dritë që shfaqet në fund të një periudhe të paqartë. Pas ditësh lodhjeje, pas pritjesh të gjata e pas pyetjeve që s'kan marrë përgjigje, Yjet më në fund vendosin të veprojnë. Kjo është një periudhë ku fati lëviz shpejt, ku gjithçka që ishte ndalur, ngecur apo vonuar papritur nis të ndodhë. Universi ka filluar të rrotullojë rrotën e fatit në favor të disa shenjave të veçanta. Një kthes e pabesueshme është në horizon, mund të vijë përmes një mesazhi, një telefonate, një takimi apo një mundësie të re që ndryshon krejt rrjedhën e jetës. Disa do të ndjejnë lehtësim të menjëhershëm, të tjerë ringjallje në dashuri, ndërsa disa do të përballen me një ofertë apo një lajm që do t'u japë shpresën që kishin humbur. Kjo është një periudhë ku universi shpërblen ata që nuk janë dorëzuar, ata që kanë vazhduar të ecin edhe kur rruga ishte e errët. Energjitë e reja sjellin fitime, dashuri, mundësi të papritura dhe kthesa të bekuara që ndryshojnë gjithçka. Kështu që, nëse ndiheni sikur keni pritur gjallë, merrni frym thellë, sepse çasti që prisnit është afër. Fati po troket, dhe për disa shenja të zgjedhura, ky është momenti ku gjithçka ndryshon. Le t'i zbulojmë tani shenjat që do përjetojnë këtë kthes të pabesueshme, dhe që do e kuptojnë se ndonjëherë mrekullitë vijnë pikërisht kur si pret. Binjakët. Për binjakët, kjo është periudha ku gjithçka që dukej në pritje, papritur lëviz me shpejtësi. Një lajm i papritur mund të vijë nga puna, nga një bashkëpunim i vjetër, apo madje nga një person që nuk e kishe dëgjuar prej kohësh. Kjo mund të jetë një ftesë, një propozim ose një mundësi financiare që ndryshon rutinën tënde. Në dashuri, një komunikim që ishte ndërprerë mund të rikthehet duke hapur një kapitull të ri. Universi po të thotë, mos e mendoni shumë, kjo është ajo që prisje. Për binjakët, ditët që vijnë do të sjellin shpresë të re, ndjenja të forta dhe vendime që ndryshojnë fatin. Virgjëresha. Virgjëresha hyn në një periudhë kur renditja, durimi dhe puna e qetë më në fund shpërblehen. Nga fundi i tetorit, një lajm që lidhet me punën, karrierën apo një mundësi të re profesionale do të sjellë ndryshim të madh në jetën tënde. Një person që ka besuar tek ty, tani të ofron diçka që do të stabilizojë financiarisht. Në dashuri, një keqkuptim do të marrë fund dhe do ndjesh qetësi dhe afrimitet të sinqertë. Kjo është periudha e kthesës për ty, ajo që prisje prej kohësh përfundimisht ndodh dhe gjithçka vihet në vendin e duhur. Akrepi. Akrepi do përjetojë një nga periudhat më të forta të këtij muaji. Pas shumë reflektimesh dhe pasigurish, një ndryshim i madh po afrohet, mund të lidhet me financat, dashurinë apo një vendim të rëndësishëm personal. Një lajm i papritur që mund të vijë edhe nga një burim i largët do të hapë syt dhe do të bëjë të kuptosh se universi punon në heshtje për ty. Në dashuri, një person që të njeh mirë mund të tregojë ndjenja të forta, ndërsa për çiftet, pasioni ndizet sërish. Universi po të dërgon një mesazh, fati nuk të ka harruar, thjesht priti momentin e duhur. Nga fundi i tetorit do e ndjesh fuqinë e rilindjes tënde. Peshqit. Për peshqit, kjo periudhë është si një frym dritë pas mjegullës. Një lajm i gëzueshëm, një telefonat apo një rast i papritur do të sjellë kthes pozitive në jetën tënde. Nëse ke pritur një përgjigje për punë, bashkëpunim apo çështje personale, ajo do të vijë dhe do të jetë më e mirë se ç'e imagjinoje. Në dashuri, dikush mund të të befasojë me ndjenjat e tij ose një marrëdhënie që ka qenë e paqartë, merr formë të qartë. Në shpirt do të ndjesh paqe dhe shpresë, sepse universi po të kujton, kur dorëzohesh tek rrjedha, ajo të çon aty ku duhet. Kjo është periudha ku peshqit ndjejnë magjinë e fatit në çdo hap. Për binjakët, virgjëreshën, akrepin dhe peshqit, ditët që vijnë do të sjellin një lajm të papritur, një mundësi të madhe dhe një kthes që ndryshon gjithçka. Mos dyshoni as për një çast, universi ju ka dëgjuar. Ky është momenti ku ajo që prisnit më në fund vjen. Kështu pra, për binjakët, virgjëreshën, akrepin dhe peshqit, universi më në fund ka një mesazh të qartë. Lajmi që prisnit vjen papritur dhe me të vjen edhe kthesa që do t'ju ndryshojë jetën.
Mos harroni, çdo vonesë kishte një arsye dhe çdo pritje ju ka përgatitur për këtë moment të ardhur që po afrohet. Kjo është koha për të besuar, për të vepruar dhe për të pranuar bekimin që vjen drejt jush. Shkruani në komente shenjën tuaj të lindjes dhe tregoni nëse ndjeni tashmë energjinë e këtij ndryshimi të madh. Mos harroni të abonoheni në kanalin tim dhe të aktivizoni zilen, sepse çdo ditë universi ka një mesazh të ri për ju. Kur fati troket, mos e lini të presë, hapni derën, sepse mrekullia po vjen.